Moti i përkeqësuar një ditë më parë ka lënë pas pasojat. Disa zona në territorin e Bashkisë së Vlorës kanë qenë pa energji elektrike edhe gjatë kësaj të marte. Njësia administrative Orikum ka patur probleme edhe sipas operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike për fshiktu zonën e Llogoras. Sistemi energjetik i cili në këtë zonë është të jetë i amortizuar dhe me probleme, shfaq shqetësime sa herë që moti është i përkeqësuar. E aq më tepër në orët e fundit që era ka patur një shpejtësi të konsiderueshme. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike thekson për televizionin 6+1 Vlora se po punon për të stabilizuar situatën në teritorin e njësisë administrative të Orikumit. Gjithashtu vlen të theksohet se përmirësimi i situatës dhe përfundimi i vuajtjeve për këta banor sa i përket shërbimit në drejtim të energjisë elektrike do të përfundojnë me vendosje në punë të linjës së re të energjisë për të cilën aktualisht është duke u punuar. Pamjet që po ndiqnin në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora sjellin momente pikërisht nga ky investim i cili po realizohet në territorin e njësisë administrative të Orikumit dhe që do të shtrihet deri në Jonufër në Vlorë dhe që do të përmirësojë tërësisht situatën e furnizimit me energji elektrike për zonën bregdetare. Gjithashtu, nga moti i përkeqësuar, probleme ka patur një ditë më parë edhe në disa fshatra të tjera të Bashkisë së Selenicës, por edhe të Bashkisë së Himarës. Problematikat edhe në këto zona vijnë për shkak të mungesës së investimeve në rrjetin e furnizimit me energji elektrike.